Faleminderit. Të nderuar kolegë, të nderuar kryetare, në fakt do ta kisha kursyer fjalën sot për shkak të gjendjes shëndetësore, por e quajta të faleminderit. Shumë faleminderit. E quajta domosdoshme të flas sepse për herë të parë sot Edi Rama bëri dhe aktin e fundit të pranimit të humbjes në zgjedhjet e 11 majit. Sot Rama pranoi që nuk do të mund të jetë një deputet opozite sepse nuk ka ç'bën më mbasi ka qenë kryeministër për 12 vite. Edi Rama kur kishte garancinë e krimit e oligarkëve dhe kishte bërë llogarit në ato pecetat e tavolinave ku hante dhe pinte, jo vetëm që kandidonte për deputet, por kandidonte edhe në dyqarqe, se thoshte që kështu motivonte njerëzit. Për shembull në zgjedhjet e shkuara kandidoi edhe në Vlorë edhe në Durrës, ndërsa sot për herë të parë pranoi që nuk ka nevojë të kandidojë. Dhe kjo është një nga shenjat e qarta se çfarë pritet mbas 11 majit. Vota e diasporës ju tmerroi dhe këtë e pranuat dhe vetë. Fatkeqësisht keni bërë autogole, sepse frikrat tuaja i keni reflektuar në vendimarrjet që keni marrë. Kërkesës Partisë Demokratike për 5 ditë më shumë afat për emigrantët për t'u regjistruar, që nga data 4 shkonte data 9 mars, ju përgjigjet me jo. Ju përgjigjet me jo sepse çdo vot më shumë emigranti ishte një vot më shumë kundra Partisë Socialiste. Nëse do t'ishte e ndryshme nga kjo, do ta kishit pranuar jo 5 ditë, por edhe 15 ditë. Por nuk e pranuat sepse e dinit që ishte vot kundra jush. Ju nuk e pranuat sepse i keni marrë sondazhet dhe i keni parë emigrantët se si kanë marrë përgjegjësinë që të ndryshojnë realitetin e 12 viteve në Shqipëri. Jo vetëm kaq, por ju nuk pranuat që emigrantët të regjistroheshin me dokumentet e shteteve ku jetonin. Dhe kjo ishte një shenjë tjetër e frikës madhe nga vota emigrantëve. 245.000 shqiptar janë një armatë e gjitha që kërkon në masë 75% të saj rotacionin politik dhe voton Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe programin që kjo aleancë ka për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Vendimi tjetër që e bëri të qartë frikën tuaj dhe të merrin tuaj nga e vërteta, nga liria dhe nga rinia, ishte vendimarrja e ministres më dështuar të kësaj qeverie me okejin e kryeministrit Nikje, zonjës Manastiliu, për të mbyllur TikTok-un. Mbyllët TikTok-un si një medium lirie, si një medium ku shprehet gjithë pakënaqësia e rinisë shqiptare, e opozitarizmit shqiptar, ku nuk funksionojnë filtrat dhe ku nuk funksionojnë ndërhyrjet për të rimodeluar engagement, vetëm e vetëm sepse nuk e kontrolloni dot urrejtjen ndaj qeverisjes tuaj. Ndaj në 15 mars, në sheshin Skënderbej, të ri do të protestojnë, Partia Demokratike do t'jetë atje me ta, sepse nuk protestojmë thjesht dhe vetëm për TikTok-un, po protestojmë për të drejtën e fjalës, protestojmë për lirinë e shprehjes, protestojmë për një të drejtë kushtetuese. Ne do t'jemi atje dhe Shqipëria do t'jetë madhështore mbas 11 majit.